Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e miratoi planin e buxhetit për organizimin e zgjedhjeve lokale për kryetarë të komunave dhe për kuvende komunale që do të mbahen më 12 tetor. Buxheti aprovuar që parashë 2 raundet e garës për kryetar komunash e ka vlerën prej 16.126.364 eurosh. Për këtë, KQZ-ja do të kërkojë buxhet shtesë prej mbi 6 milion eurosh nga qeveria. Në mbledhjen e së premtes u mor vendim edhe për kufizimin e shpenzimeve të fushatës së zgjedhjeve, sipas të cilit një parti do të ketë të drejtë të shpenzojë deri në 2 euro për çdo votues të regjistruar brenda komunës. Para kësaj, anëtarët e KQZ-s kërkuan rishikim të vendimit që përcakton vetëm 1.5 euro shpenzime për çdo votues. Në zgjedhjet lokale numri i kandidatëve është shumë fish më i madh. Për 8 fish shkon më shumë. Andaj edhe duhet të rishikohet kjo pjesa e shpenzimeve për një arsye shumë të thjeshtë. Që të jenë transparente pra shpenzimet, që mos ta ngulfasim në nivelin e shpenzimeve, kur me një përllogaritje të thjeshtë del që 20 euro është në ditë themi niveli i shpenzimeve të lejuara në bazë të saj për një kandidat. Minimumi një 5 euro i shkojnë veç shpenzimet veta. Nuk guxojmë na që t'i ngulfatum kaq shumë, se në një periudhë 4 mujore është bukur e gjatë që subjektet politike shërbejnë vetëm me 1 euro. Pra është saktë siç e tha dhe kolegu, që ose duhet rritet, ose kjo shumë duhet mbeten vetëm për periudhën 30 ditore. Na mundemi me e lënë edhe 1 euro. Na mundemi me e bo edhe 1.5 euro. Po faktikisht, nëse doje me qenë real, edhe vlera e parë dhe e dyta janë qesharake. Janë qesharake për shembull në kohën që e dim se sa e kushtueshme është një fushat për një parti politike. Në KQZ njoftuan po ashtu se periudha për regjistrimin e votuesve jashtë Kosovës për votim me postë në zgjedhje lokale do të fillojë më 23 korrekt.